Përshëndetje të dashur miq, në video në mëparshme shumë prej jush më kanë pyetur për trumzën. Çfarë është trumza? Trumza është një barishte aromatike që rritet në formën e një shkurreje të vogël. Këtu kemi 2 vazo me trumës që unë i kam në shtëpinë time dhe njëra prej tyre ka qelur edhe lule, po ua tregojmë më nga afër se si duket lulja e trumzës. Janë të vendosura gjithmonë në majën e kërcellit, të vogla, zakonisht të bardha, trëndafili ose ngjyrë vjollc. Kurse gjethet janë të vogla, vezake dhe heshtore tek maja. Përveç përdorimit të gjerë që kanë në përgatime, trumzën mund ta përdorim edhe për çaj. Përmban esencë me karvakrol, cimol, tanin e të tjera, në sajte të cilëve përdoret si mjet që nxit tretjen dhe largon gazrat nga zorët. Ndryshe në anglisht i thon thyme dhe mund ta gjeni në çdo dyqan që tregtojnë lule.